Të nderuar dëgjues dhe shikues të emisionit We Economy. Jemi në episodin e 12 të sezonit të dytë në We Economy. Dhe si çdo herë, më thonë në fillim themi të gjithë ato të cilat dojnë të dëgjojnë për gjëra interesante që kanë të bëjnë me ekonominë dhe në lidhje me edukimin ekonomik dhe me gjëra të reja që ndodhin këtu, është mirë të na ndjekni dhe ta dëgjoni dhe patjetër subscribe na e bëni emisionin. Me atë që do të mundemi edhe ne më shumë të kemi rezultate pozitive për We Economy. Si të filloj kjo emision më mirë se ajo që unë kam të ftuar një shokun tim që nuk e di prej kur e mbaj mend, por është jashtëzakonisht një profesionist i vërtet në lëmin e ekonomisë dhe pse e ftova sot në këtë emision edhe pse kemi punuar bashkë në shumë projekte, po para disa viteve kur ai magjistroi me një temë interesante, thash po mirë, çka të shtiju ta bësh këtë temë. Bëhet fjalë për Arben Krivanjeva, është profesor i nderuar dhe kur e shkruajti librin e tij Evolucioni dhe ardhmja e parave, i thash po mirë tash kjo çka lidhje ka me evolucionin dhe ardhmërinë, do të thonë dy nocione interesante. Ai filloi të më tregoj se unë fillova të shkruaj dhe të analizoj për kriptomonedhat dhe të shkruaj se çka ndodh me këtë fenomen të ri botror. Me mua sot është Arbeni. Arben, mirë se erdhe në We Economy. Faleminderit që pranove një ftesën, se dhe më ke nderu shumë aty, kështu të tregoj drejt. Arben, unë pak e fillova në këtë intro. Çka të shtiju edhe një herë du ta di këtë punën, të fillosh edhe të mirësh me punën e kriptomonedhave, kriptovaluteve. Edhe këtë nuk e di si ta definoj edhe unë vetë. Njëri nga motivet që më shtoi të regjistroj në fakultetin ekonomik ishte paraja. Magjia rreth paras, fenomeni rreth dukurisë para, etj. Dhe kur mbrina deri në nivelin e studimit postdiplomik apo ciklin e dytë, doja të shkruaj për një temë e cila përsëri do jetë paraja dhe evolucioni i saj, apo mund të them lirisht edhe revolucioni i saj. Dhe në atë kohë paraqiten kriptomonedat. Dhe ky ishte motivi kryesor të shkruaj diçka që nuk do të harrohet shpejt, por do të jetë diçka shumë aktuale. Dhe besoj se një platformë fillimi, po hajde të him kështu pak më ndryshe, ta fillojmë. Më trego çfarë është duke ndodhur me paran, pak më kështu ma ta bëjmë ma çfarë është duke ndodhur me para. Do të mundon të bëj një parahyrje pak më ndryshe para se të filloj me paran. Filmi Beautiful Mind që flet për John Nash starton një skenë amfiteatër të Harvardit. Dhe profesori parashtron një pyetje studentëve. Kush e fitoi luftën e dytë botërore? Ushtarët armatosur nderen thëm, aeroplanet ushtarak, anijet luftarake, etj. Dhe ai u përgjigjet studentëve kështu: jam matematicjentët. Dhe kjo matematicjentët është pak intriguese, si është e mundme. Gjatë luftës së dytë botërore, gjermanët, nacistët përdorën një maqinë e quajtur Enigma, po. E cila përcjellte informacione të koduara ose shpërndarje mes vete ose mënyra e komunikimit. Të kriptuara, po? Të kriptuara, kuptohet, dhe mendoni se askush nuk mund t'i dekodoj. Një matematikën tjetër, Alan Turing, krijoi një maqinë tjetër për ta dekriptuar. Dhe arriti, diku nga viti 1942. Prej asaj periudhe deri në përfundim të luftës së dytë botërore, ata dinin gjithçka çka flitet mes nacistëve gjerman. Por për mos t'i kuptuar se ata din gjithçka, filluan t'i besojnë statistikës dhe matematikës. Si? Duke bërë për llogaritje, cilin sulm ta parandalojnë, cilin sulm ta lejojnë dhe cilin ta balansojnë. Përsëri matematika. Paramendon, Abil, dhe kjo hapësirë këtu është e bërë me matematikë. Absolutisht. Kjo tavolinë trojesit i them, po ky mikrofon, kjo kamerë, punon me matematikë. Bile edhe trupi jon
është i dizajnuar me matematikë. Dhe ekonomistët vazhdimisht janë skeptik. Si është e mundur me kriptomonedhat që bazon algoritëm dhe matematik, zgjedhje të detyrave matematikore, që nuk i shërbejnë askujt të kryojnë. Nuk patjetër do ta themi se edhe John Nash na boni neve më të lehtë ekonominë, filloi të na modeloj ekonominë, na paraqite modele ekonomike me të cilët ne sot i përdorim dhe shumë më mirë. Absolutisht, ajo do të përdoret dikur në ekonomi. Po, dhe mund po, parat edhe po, fiton po, dhuratë çmimi Nobel. Nobel, po, ç'ashtu, është. Dhe tash parat? Pse? Ç'a ndodh me këto parat? Tash kriptomonedhat nënkupton një stadium ose një stacion i ri, stacion i radhës i zhvillimit të paras. Arben, kështu do ta definoj këtë. A ndodhi kjo rastësisht? Paraqitja ndodh rastësisht apo kemi pas një nevojë ose diçka se te ne në ekonomi nuk i kuptojmë gjërat të rastësishme se na ndodhin. Domethënë nga kjo që ju e përmendët tash prej te Adam Tuningu edhe te Neshin nuk ndodhen gjërat edhe rastësisht apo? O nëse nuk gaboj tash këto. Abil këtë mosh që kemi arrit edhe unë edhe ti jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ka rastësi. Por para se du një definicion të thjeshtë të parave për ta kuptuar edhe ndëgjuesi ose shikuesi këtij podcasti është natë se parat paraqesin mjet ose instrument që lehtëson transaksionet. Ashtu. Shit blerjen, kombimi mes njerëzve, mes institucioneve etj. E tani kriptomonedhat paraqesin një fenomen në vete, po para se të vijmë te kriptomonedhat në botën monetare ose në botën e paras kemi përjetuar disa fenomene. Paraqitja e banknotave ose të cilët të zaventësoj standardin e arit, i cili standard i arit ka mbizotru në transaksione mbi 200 vjet. Ashtu, po. Me paraqitjen e banknotave paraqitet një fenomen i ri në ekonomi quajtur inflacion. Për arsye se neve që dim se paratë e letrës, ato banknotat nuk mbështeten komplet në para, ose në të themi të mira dhe shërbime etj. I shtypim sa duam. Me një urdhë ose me një nënshkrim të donatorit të ndonjë banke qendrore. Pastaj gjatë viteve 60-70 paraqit një fenomen tjetër i ri në sferën monetare, ajo quhet stagflacion. Dhe me kalimin e kohës ne kuptojmë se në fakultetin e ekonomikë gjatë studimit nuk ta kam mësuar bashkë gjithçka. Për e them këtë se u desh ta shoh një film i cili bëhet fjalë për Golda, premierja e Izraelit gjatë fundit viteve 60-ta, fillimin e viteve 70-ta. Luftat e gjirit të cilët bëhen atje. Sulmoi vendet arabe dhe kërkon ndihmë prej Kissingerit për intervenim dhe ai thotë nëse ne intervenojmë, atëherë do kemi pasoja. Por amerikanët intervenuan me flotën ajrore ushtarake dhe si pasojë asaj vendet e OPEC-ut rritën çmimin e naftës prej 4 në $12. Pas një arsye. Dhe kjo nuk kupton se diçka ndodh në ekonomi, ne kemi besuar në mënyrë të verbës se gjithçka varet prej ofertës dhe kërkesës. Mirë po në botën reale nuk është bashkë. E tillë. Për arsye se e shohim tani me Trumpin fuqia në shkrimit, çfarë bën? Ose ai telefoni i kuq etj. Prandaj unë jam i thari asaj gjithë më tepër bëhet ai zë i brendshëm i fuqishëm që në kuadër të shkencave ekonomike të futet edhe si ta pakëzoj teoria e konspiracionit, që të kemi një fotografi më të qartë për ndodhit ekonomike ose proceset ekonomike. Tani, çka nxiti këtë? Me kalimin e kohës ne përveç parat e letrës i keshim edhe qeçët.
në më qenë diku ka 2007 më zgaboj Atë ndaluan, po. Jo ndaluan, po paraqitën kartelat kreditore dhe debitore, ashtu që po. Ne i quajmë edhe kartera plastike. Po, kartat plastike. Pastaj me avancimin e teknologjisë kompjuterike dhe të telekomunikacionit u paraqitën parat elektronike. Pas asaj u paraqitën edhe kriptomonedat. E tash unë këtu dua të ndërprej, më fal. Sepse ne i dim, i përsëritim ndonjëherë dhe gabojmë terminet kur i themi ato si kriptomoneda dhe kriptovaluta. Në fakt, çka është definicioni i kriptomonedës? Unë mendoj se valutë e dim, besoj se e dim, ne ekonomistët e dim këtë çështje, ka të bëjë me një para e cila është e definuar me ligj që në kuadër ose kufit e një ekonomie nacionale është e vetmja para që mund të krysh transaksione ose këmbim dhe nuk e ki të drejtën e refuzimit. Po. A për momentin kripto pas saj nuk qëndron askush. Tani çka e nxiti nevoja e zhvillimit, nevoja në kuptimin e asaj se kemi një zhvillim të hofshëm të teknologjisë informatike. Më zhvillim të hofshëm të botës kompjuterike, të telekomunikacion, etj. Kur ne brenda sekondave një SMS mund ta dërgojmë në çdo cep të botës, një email në çdo cep të botës, lind dëshira që dhe pagesat qofshin individ ose persona fizik ose persona juridik, atë pagesë ta bëjmë brenda sekondit. Mos ta presi banka. Këto janë disa prej arsyeve, dhe pse ka shumë arsye tjera. Mos të presim orarin bankar prej të themi 8 ose 9 ora deri në ora 3 ose ora 4 etj. Ti më thua, Arben, se një ndër nevojë është paraqitja e nevojës të kësaj lëvizjes shpejt ekonomike që na ndodh në botë. Domethënë kjo është zhvillimi i jashtëzakonshëm ekonomik në bazë të teknologjive dhe tjera. Domethënë kjo ekonomia ne që e pakzuam 4.0 ka nevojë për domethënë shpejtësi të transakcione. Më thua se kjo është një farë nevoje e tregut, apo? Domethënë pa diskutuar. Po por, tash nëse u zhvilluan kriptomonedat, tash parat që e them unë është ajo të cilën ne njohim gjithë si u paraqit tash Bitcoin në këtë rast. Edhe a është kriptomonedë, kriptovalutë, ti definojmë këto gjërat. Para se të mbrinte Bitcoin kisha dashur pak të flasim edhe për kriptografinë. Se në atë dhe bazohet krijimi i Bitcoinit si monedhe e parë. Kriptografia është një teknikë e zakonshme e komunikimit të një individi me një individ tjetër. Ose me mesazhe të grup sekrete të koduara, të cilët nuk do. Kriptografia është formë e shkruar sekrete, e shkruar dhe e fshehur. Artë dhe shkencë e shifrimit ose kodimit etj. Zanafillin e ka diku 4000 vite prej sot. Duke filluar në Kinë, Mesopotami, Egjipt, Greqinë e vjetër etj. Pra, du ta kuptojmë një gjë. Në kanalin e komunikimit mes dërguesit dhe pranuesit ekzistojnë edhe aktorë tjerë. Mirë po, pranuesi dhe dërguesi dhe pranuesi nuk kanë dëshirë aktor tjerë ta kuptojnë. Prandaj shifrimi dhe kodimi është shumë i rëndësishëm që kuptimin e asaj porosie të jetë vetëm mes këtyre dy aktorëve, jo dhe aktor tjerë. Pra, kriptografia mundson komunikim të sigurt mes dërguesit dhe pranuesit. Pra, kriptografia mirret me projektimin e algoritmeve. Dhe mu këtu mbështetet ajo zanafilla apo baza kryesore në të cilën kanë filluar të paraqiten ose paraqet pas për krijimin e kriptomonedhave. Siç është Bitcoin. E tash si u paraqit? Si u bë paraqitja e kësaj? Domethënë, kjo nuk mund ndodhe kështu rastësisht.
E dim edhe ne, kemi ndjekur këtë punë, por si ndodhit paraqitet në një moment të caktuar Bitcoin-ti. Ashtu është. Pyetja me vend. Ne ekonomistët jemi shumë skeptik. Absolutisht po pajtohem me këtë. Edhe shumë jemi klasik, edhe tradicional, edhe skeptik. Edhe këto i kemi të gjitha. Kemi të shëndindrojmë edhe shprehit tona. Absolutisht, edhe këtu pajtohem. Jemi komfort. Mirë po, disa gjëra nuk na pyesin edhe vinë vetë ju. Abil, mos harros edhe paratë e letrës që kemi në dorë, që ende i përdorim ne, nuk kanë kurfar vlerë, ato janë vetëm një copë letër. Po. Vlera e tyre është vetëm vlerë nominale, apo numrat e shtypur në atë monedhë ose në atë banknot. Edhe është perceptimi jon ndaj paras që ajo ka vlerë. Kështu që këtë skepticizëm nga dalë duhet ta ndryshojmë. Si ne thonte një profesor jon në fakultet, është një banknota, do të thonë monedha është një letër bukur e vizatuar, do të thonë i cili ka disa numra aty, asgjë tjetër. Po. Më kujtohet kjo. Por nuk ka rastësi. Milton Friedman, ne njohim monetarist, si një nga filozofët e mëdhenj ekonomik të shekullit. Edhe monetarist, po von teorinë e monetarit. 1999, 10 vjet para se të paraqitet Bitcoini. Ai jep një deklarat, të cilën më video incizim mund ta gjejmë edhe në Facebook ose rrjetet sociale, ku ai thot, duhet të krijohet një valutë, një para digjitale, e cila duhet ta zvoglon pushtetin forcën apo fuqinë e pushtetit qendror. Ku dy persona A dhe B do të kryejnë transakcion pa u njohur mes veti. Pra, para 10 viteve flet për atributet e Bitcoinit që i ka sot. Që do thotë, nuk ka rastësi. E tani, Bitcoini është rezultat e një ideje softverike. Personi i njohur me pseudonimin Satoshi Nakamoto askush nuk gjeti provë të vërtetu se është ai. Bile gjetën edhe një person me emrin dhe mbiemrin e një programer, por ai ka dhënë deklaratë se unë nuk qëndroj pas asaj dhe as që mire me atë botën e krijimit të kriptomonedhave. E tani, çfarë janë ato? Do me thënë, Satoshi Nakamoto me këtë pseudonim, promovoi Bitcoinin me 9 janar të 2009-s. Një sistem i ri elektronik që shfrytëzon rrjetin peer-to-peer, P2P, i krijuar me programin C++ të kodimit, burim i hapur i gërmimit, që deri atëherë askush nuk pat sukses. Dhe parat në bank që i kemi nuk janë asgjë më tepër se shënimet të regjistruara në atë bazën e të dhënave. Kështu që nga ky aspekt nuk duhet na habitet as pak paraqitja e kriptomonedhës e quajtur Bitcoin. Mining ose gërmimi ose për atë ka nevojë të themi pajisje kompjuterike, ka nevojë të themi të këtyre grafikave, kartave grafike. Zakonisht i shfrytëzohen të gaming për arsye të shpejtësisë etj. Dhe argjojnë shumë energji elektrike. Dhe kjo është ajo, si të them, faza fillestare parë e Bitcoinit. Ata kanë një algoritëm të regjistruar ose të definuar diku rreth 21 milion bitcoina. Do thotë Bitcoini i fundit parashifet të prodhohet diku në vitin 2140. Domethënë kemi ende kohë ta prodhojmë. Për ta prodhuar. Mirë po. Një Bitcoin mund të shtojmë 8 numra ose 8 zero ose numër decimale, që do të thotë një Bitcoin ose një kriptomonedhë mund ta ndajmë në 100 milion pjesë. Për pagesa ekstrem të ulta ose ultra të ulta etj. Që mirë po,
edhe me këtë kapacitet nuk mund të mbulon transaksionet në nivel botror. Pse ndodh kjo? Jemi shumë larg. Bota financiare ka nevojë për një sasi shumë më të mëdha para se sa Bitcoini që ofron. Ku do jetë roli i këtyre bankave? Bankave te ne popullore, dhe këtë du ta definojmë, popullore, banka qendrore, si është teko i kemi ngathruar në Maqedoni këto punë pak. Kisha dash edhe pak disa gjëra të shtoj para se të përgjigjem kësaj pyetje. Për shembull, një monedhë është Bitcoin, nëse zgaboj, është e kriptuar me 13 numra digjital. Edhe ajo është sikur banknotat që e kanë atë numrin serial që mos mund të falsifikohet, të duplohet etj. Mirë po, një gjë të ati. Bitcoini do të jetë pioner i kriptomonedhave. Dhe këtë primat dhe status nuk ka askush që mund t'ja rëmbej. Bitcoini hapi dyert të qelikta për paraqitjen në skenë të kriptomonedhave tjera, të cilët unë besoj se do të jenë smart, të mençura. Do të mbajti këtu tash. E di kët. Ti më thua se sikur që kemi ne tash monedha, valuta të lloj-llojshme të botave, do të kemi përsëri gjithashtu edhe kriptovaluta tjera, domethënë si çështje për shembull kemi dollarin, funtën, euron, yenin e tjerë. Ti më thua se përsëri do të ketë lloj-llojshmëri të këtyre kriptomonedhave? Ka tendenca të tilla, por është ende shumë herët. Ende nuk e dim cila do të jetë kriptomonedha e ardhshme, e së ardhmes. Interesante. Bile dje kishte një deklaratë nga Banka Qendrore Evropiane që me disa ndryshime ligjore pritet euro të digitalizohet për vitit të ardhshëm. Tani a do të ndodhë, ajo do të jalëm kohës ta shohim. Mire, ka Mario Draghi e ka këtë, drejtori Bankës Qendrore të Evropës e ka këtë pjesën inovative, ne duhet jemi përpara të avansojmë pa këtë punën e çështjes inovative dhe nuk e thot ai rastësisht. Domethënë ai ka diçka të cilën do të jetë pioner i këtyre gjërave. Domethënë para se të përgjigjem pyetjes që më parashtrove për bankat, bankat popullore, bankën qendrore. Edhe një element tjetër, pse i bëri atraktive. I bëri atraktive se njerëzit me investime shumë të vogla, një pakic, mund të them, u bënë milioner. Për shembull është shembulli me Pizza Papa Johnson, një programer pas një viti prej promovimit, don ta qaras veten dhe porosit 2 pica, diku në vlerë $25-30, dhe ai që bën delivery ose sjelljen e porosisë i ofron a mund t'i blej ato me 10.000 bitcoina. Dhe si duket ai numri 10.000 është duke i madh dhe ka pranu. Por sikur ai person ti kishte rujt ato 10.000 bitcoinas, sot një bitcoin e kemi në vlerën 100, e ka thyr përsëri barrierën diku në $110-111.000. Këtu në Maqedoni, ta tregoj një rast këtu në Maqedoni, është një pizzeri, nuk ja përmend emrin, ka qenë pioner e këtij transakcioneve me Bitcoin. A di se për 80 Bitcoin e ka shit një picë dhe një pije. A thonë, e them këtë bisedë 2010-11. Në më thënë në fillimet e para. Para mendoj, më thonë 80, ka dash, këtë ka përdorur si një trik marketingu, jo, nuk e ka pas në tërmend se do të ketë Bitcoin, po në atë mënyrë se do të mund të tërjek, e di ajo, mas marketingu që bëhet në për këto, edhe këto gjërat e marketingu që i përdorin, edhe duke bëhet njëjtën gjë. Edhe jam fascinuar me këtë gjë. 80 Bitcoin ka qenë të marrësh një picë dhe një pije. Me zgjedhje në 2010-11 kur kam filluar për herë të parë. Këtu te ne në Shkup. Po flas për Shkup. Po. Atë sa ka qenë. Tu paramendoni sot nëse bëjmë një picë dhe një Coca-Cola, nuk ka më shumë se $500 me vlerën e sot, jo 2011, 2011 edhe më devalvuar ka qenë ajo paraja. Okej, Arben, domethënë mi tregove transaksionet, më tregove anonimitetin edhe kripto lëvizjen po pse janë anonime, sepse ne kemi dikush që e rregullon këtë çështjen e parave. Kemi një politikë monetare. Ne bën banka popullore e vendit ton, më thonë e kontrollon denarin. Kemi një farë politike të denarit. Këtu s'kemi.
Dhe këtu s'ka centralizim. Tani, do të kisha lidh pak më ndryshe, nëse më lejon. Pse u desht Bitcoin dhe ose prodhuesi ose krijuesi i tij të jetë anonim? Ndoshta do të them ndonjë fjali të madhe që ndoshta asnjë ekonomist deri tash nuk e ka thënë. S'po se kam dëgjuar. Paraqitja e kriptomonedhave në kupton zhdukjen e sistemit bankar. Kjo është shqipten radikale. Tonë se për çka flas. Kjo radikalitet. Nuk do të ndodhe vërtet. A do të ketë të vërtet në ketë. Mirë po, para mendoni sistemi bankar, çfarë giganti është, çfarë vigani është. Në botën monetare e llogarisim buldozher të proceseve monetare. Dhe ti dalish karshi. Ne e pam këtë 2008-ën. Mos haro se gjithçka, secili proces, çdo proces fillon në sistemin bankar e përfundon në sistemin bankar. Dhe ti të nxjerrësh një aset digital për ta rënu një sistem bankar, vërtet është ose çmenduri ose guxim shumë i madh. Mirë po, në ekonomi ekziston një rregull. Çdo herë rrezikun shndroje në mundësi. Bankat qendrore në përgjithë botën nuk janë duke ndetur dorë kryq. Po, e vërtetë kjo. Ata përmendëm Mario Draghi. Ata janë duke punuar me një ritëm shumë të shpejt për adaptim në proceset që pasojnë. Do të thotë, janë duke investuar jashtëzakonisht në sistemin blockchain. Këtu ndeshë, unë e pash me kjo para disa vjetëve, do të thonë në fund të mandatit të parë të Trumpit, Morgan Brothers, do të thonë kjo do të thonë institucioni financiar ndër më të pasurit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, filloi të futet në sistemin e kriptovalutave. Dhe kjo atëherë më bëni një farë lloj kurreshte se deri atëherë mendoja se ky sistem bankar nuk do të përzihet shumë këtë blockchain. Po prej atëherë, domethënë duke ditë se në equity Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bankat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës shumë inkuadrohen. E kam fjalën për investimet, të cilët i bëjnë dhe parat, të cilët i marrin nga profitet e tyre më shumë bazon në investime, se më mësuan ne këtu te ne, domethënë te ne është 70-80% e portfolios të bankave është në për kredite, depozite, gjëra të tilla, transaksione, kurse jo në investime. Për këtë e kisha. Dhe atëherë te unë dëz ajo alarmi se këtu ka diçka shumë serioze. E tash e përmendë blockchainin. Unë për mua diçka Arben, jo, kemi dëgjuar, kemi parë, kemi lexuar, po çka na thuash për këtë blockchain? Kjo tash çka është? Domethënë, pse ne e përdorim blockchain-in? Domethënë, edhe për dëgjuesit është mirë kjo dihet. Domethënë, çka pse paraqitet tash kjo? Domethënë, ki zinxhir, unë e them kështu. Albert Einstein ka një thënie të mirë, thotë nëse gjërat nuk arrin ti shpjegosh thjesht, edhe që tenton mi shpjegu, nuk e kupton. Kjo është e vërtetë. Kështu që blockchain nuk kupton një proces mjaft të komplikuar. Mirë po, për shfrytëzuesin, për klientin do të jetë diçka, përdorimi i saj do të jetë jashtëzakonisht i thjeshtë. Jashtëzakonisht i thjeshtë. E përsëri të dy herë. Blockchaini nënkupton infrastrukturë e ardhshme e gjithë internetit. Infrastrukturë e ardhshme. Mirë po, në botën e kriptomonedhave nuk është asgjë tjetër, vetëm ofron një mundësi e lëvizjes së monedhës digjitale prej një llogari në tjetrën. Është njësoj si kur dërgojmë një email, një letër prej emailit, prej personit A në personin B. Mirë po me një dallim. Kur dërgojmë në porosi ose një tekst të shkruar nga emaili, një kopje e saj mbet te ne. Ndërsa një kopje tjetër dërgohet te dërguesi ose personi B. Ndërsa te kriptomonedhat, kur dërgojmë një para ose një monedhë, ajo monedhë minusohet te personi A, ndërsa shtohet plus ajo monedhë te personi B. Kjo është dallimi. Tani, kjo
vazhdimisht është duke u dizajnu software maramendse, komplekse, mirë po që bëhet një luftë e ashpër në shpejtësi, që transaksionet të realizohen, të them, brenda sekondit. Mirë po, lehtësi nga ana e shfrytëzuesit ose klientit, qoftë person fizik, qoftë person juridik. Tani, ata blockchaini punon në dy forma open ledger ose regjistër i hapur dhe i distribuar. Për ta sqaruar këtë më lehtë, do të marrim një shembull. Dhe pse quhet blockchain ose blok zinxhir, pasi që çdo rjet, të themi, të kriptomonedhave duhet të regjistrohet çdo lloj transaksioni. Dhe secila e ka atë minutazhin e vet. Për shembull, Bitcoini kur hapet një blok dhe regjistrohet çdo lloj transaksioni, zgjat prej 8 deri në 10 minuta. Momentin që kalojnë 10 minuta, ai blok mbyllet dhe hapet blok tjetër. Dhe ashtu vazhdon çdo 8 ose 10 minuta. Dhe prandaj quhet blok zinxhir. Mirë po, ai blok i cili është mbyllur, nuk kupton që më nuk lejon të intervenohet, të përmisohet, të shtohet, të fshihet, ajo mbet përgjithmonë e tillë. Dhe kjo është përparësia dhe lehtësia dhe mundësia për të zhvilluar kriptomonedhat. Tani, për ta shpjeguar më thjesht një shembull, një person A do ta marrim edhe një person B. Personi A ka, të themi, 20 coinsa. Dëshiron 5 coinsa t'ja transferon personit B. Sistemi, momentin që verifikon se ai ka monedha të mjaftueshme për transfer, i jep leje, ato 5 coinsa ja transferon personit B, ndërsa këtij prej 20 coinsa që përmend në fillim, i zvogëlon për 5, i ka 15. Dhe kështu vazhdon, çdo blok pas 8 ose 10 minutave hapet, regjistrohet, mbyllet, hapet tjetër, etj. Kjo është blockchain. Kjo është e ardhmja e funksionimit të internetit. Kjo e bën atë lehtësinë e transaksioneve. Domethënë çdo 8 deri 10 minuta mund të bësh transaksion 24 orë. Është ndërlikuar. Patjetër duhet. Por ne munduam ta sqarojmë. Mirë, Arben, ti e shpjegon në aspektin ekonomik, se këtu të kishte qenë ndonjë informatikës nuk të shpjegon kështu se nuk e din ato. Ta shpjegojnë programerat nuk din po, nuk do ta. Po, ato mirë po ato njerëzit e ekonomisë, sikur që edhe ti, këtë pak më mirë e kapin dhe më mirë mund ta bëjnë të kapshëm për ato. Unë desha kështu të tash të him në temën e ekonomisë, pak më kështu, më seriozisht. Tash, Arven, këto kriptomonedhat, si mendon, çfarë ndikimi do të kenë në ekonominë nacionale, në ekonominë edhe globale, po edhe e përmendim sistemin financiar, po prap mund të ta përmendim, çfarë ndikimi do të kenë? A mund të kemi presim të ketë ndonjë, nëse kemi shpejtësi transaksione, unë nuk dyshoj se do të kemi rritje ekonomike, sepse ato do ta lëvizin më shpejt kapitalin. Lëvizja e kapitalit gjeneron të holla. Për atë desha të pyes, sa do të ndikon kjo dhe si ndikon? Po, tash pak flasim në ato termat ekonomike se. Unë besoj në diçka tjetër. Paraqitja e kriptomonedhave, me që kanë algoritëm të licencuar, domethënë kanë numër të kufizuar të prodhimit, në kupton, është dukje në inflacionit. Dhe unë besoj në këtë. Nëse ndodh, do ta shohim kohën, do ta kemi dëshmitar. Mirë po, ato kanë ndikim, edhe atë padyshim. Do të lidhemi me presidentin Trump. Deklaratat e tij të fuqishme që i ka bërë kohët e fundit. Ai përgjithmonë e ka ndryshuar sistemin pagesor, jo vetëm në nivel të ekonomisë nacionale, por edhe ndërkombëtare ose globale. Transformim të rëndësishëm. Ne endemi duke punuar me sistemin e tradicional, ta quajmë, mos të themi vjetër. Mirë po, ndryshimet kanë filluar. Ai bëri legalizimin e kriptomonedhave. Po. Me një dekret nga ana e tij, me një nënshkrim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëri shtet rezervë të aseteve digjitale.
një Fort Knox të ri digital. Po. Dhe i përmendi disa kriptovaluta. Dhe unë besoj se ndryshimi ka filluar, mirë po mos harrojmë edhe një moment. Jemi shumë në fillim. Po. Më habit informacionin gjatë hulumtimit, përgatitje për emisionin tuaj. Bitcoin, rreth 4% të popullatës janë holders ose mbajtës, vetëm 4%. Paramendoni sa numër është jashtëzakonisht i vogël. Do të thënë jemi veç në fillimet e saj. Edhe pse mendoj se është numër, nuk është edhe numër jo serioz, 4%. Po. Edhe ato 2% janë në Amerikën veriore. Po. Ndërsa 2% tjera përfshin popullatën në Amerikën Jugore, Evropën, Azinë, Afrikën dhe Australinë. Po. O ka potencial të zhvillohet. Tani ajo mund të flasim të rjeti kur do Po. vim. Po. Dhe ajo çka më befasoi edhe një gjë tjetër se amerikanët gjithnjë më tepër janë duke mbajt Bitcoin se sa ari. Diku 37 milion banor amerikan janë posedues të arit, ndërsa mbi 50 milion janë posedues të Bitcoin. Që është, do të thotë, besimi tek popullatë gjithnjë po rritet gjithnjë më tepër. Dhe kjo është një bazë, si them, solide për të zhvilluar. Çështja ishte në fillim njerëzit ato ta pranojnë. Subjektet ose më mirë ta quaj kështu personat fizik ose personat juridik. Por duke pa parasysh benefitet që ka, sidomos shpejtësia dhe lehtësia e pagesës, unë besoj se kjo nuk është tabu temë. Hajde të qëndrojmë edhe pak këtu, domethënë te kjo puna e çështjeve të ekonomike. A kemi ne rrjetin e nevojshëm për ta zhvilluar këtë punën e kriptomonedë? Domethënë sa qëndron ky rrjet ose sa duhet të investohet në këtë rrjet? Si mendon ti, Arbe? Unë besoj fuqishëm se gjithnjë më tepër njerëzit janë duke infrastruktura e nevojshme gjithnjë më tepër është në shtrirje. Bëra disa hulumtime dhe duke marrë informacione prej bankës botërore lidhur me atë se sa njerëz në botë posedojnë smartphone. Dhe mund të lexoj këtu, se nuk ban me një. Po, absolutisht, janë numrat. Për shembull, sipas Bankës Botërore në 2024 janë, të më fal, në vitin 2024, sipas statisa dhe gjysmë intelligence, rreth 70 deri 75% ose 3/4 e popullatës janë të pajisur me telefona celulare. I shohim këto, shohim këtë shtrirje. Dhe ta paramendosh. Po, TikTok, rrjetet sociale, kredi kemi ne këto. Po, absolutisht po. Po, mos flas. Tani, në Amerikën Veriore dhe Evropën Perëndimore janë diku 90%. Po, aty pak. Varet për Azia zhvillim. lindore dhe paqësore është diku 65-75%. Afrika dhe Azia Jugore 40 deri 60% të pajisura me smartphone ose telefon të mençur. Amerika Latine dhe Evropa lindore 65 deri 75%. Para mendoni në Afrikë, si rezultat, mendoj si e dhënur interesante, 90% të përdoruesve të internetit janë ata të cilët përdorin smartphone, pa kompjuter. Që do më thëmë, ne veç kemi një infrastrukturë mjaft bukur të shtrirë për zhvillimin e kriptomonedave. Bylla kisha dashur të lexoj edhe transaksionet në nivel botëror, që janë shumë marramendse, sipas Bankës Botërore, do më thëmë për vitin 2024, janë rreth $200 trilion. Remitenca ose për migrantëve janë diku 900 miliard. Pagesa ndërkombëtare të bizneseve diku 150 triliona.
transakcione financiare 50 triliona. E tani është interesante edhe transakcionet globale në nivel ditor. Arrin vlera kolosale. Për shembull, transakcione ose këmbim valutor kemi dikush edhe 7.5 trilion dollar në ditë. Transfere rreth 500-600 miliard dollar në ditë. Remitenca 2.5 miliard në ditë. Ndërsa te kriptomonedat 50 deri 100 miliard në ditë. Po, ajo është numër me vërtet shumë serioz. Dhe kur dikush flet për luftën e tretë botërore. Duke I lexuar këtë të dhënura. Ka fillu, a? Është e pamundshme një gjë e tillë të ndodh për arsye se duhet të dorëzohet nga shifra dhe përfitime maramendse. Absolutisht po. Okej, Arben, ne kështu pak jemi edhe ndoshta edhe nga fundi I emisionit, bisede këndshme, por unë patjetër e kam pak të ndigjoj edhe ato njerëzit të cilët kur ju thash se do të vish në emision dhe do të flasim për kriptovalutat, punën e parë që pyete, patjetër e kita pyesysh ku të investojmë në kriptovaluta, se duam ta dim këtë punë. Po tash edhe unë jam kurioz ta di, domethënë se se nuk ka vetëm Bitcoin, ka edhe kripto tjera. Më thonë, ku të investohet dhe sa të kujdesshëm duhet jemi në investime. Dhe kjo është një pyetje e cila unë e shtova këtë pjesë sa duhet jemi të kujdesshëm, por unë do ta bëj këtë ku dhe sa duhet jemi të kujdesshëm. Nuk kisha dash të tingëlloj ose nuk kisha dash të jap këshill. Për arsye se është mjaft e rrezikshme të këshillosh në këto momente kur gjithçka ende nuk është e definuar mirë. Por përsëri do të lidhe me Trumpin, me presidentin Trump, I cili thotë ne do përkrahim kriptomonedha vetëm të prodhuara në SBA. Duke u nis nga një logjik tjetër, se pas një para të fuqishme duhet të qëndron në një shtet I fuqishëm, një armatë e fuqishme. Duke pas parasysh se SBA për momentin janë ata që harxojnë më shumë për sektorin ushtarak dhe kanë për momentin një nga ushtrit më të fuqishme, besoj se dhe kriptomonedhat të cilat prodhohen aty, nga kjo logjik, do të jenë më të sigurta. Ai përmendi disa, mesin atyre Bitcoinin mëve që e shpalli si rezervë nacionale ta quaj, përmendi Ethereum, Solana, përmendi XRP-n e tjerë, por këshilla ime dhe çdo shikues edhe tek nxënësit e mi, tek miqtë e mi e tjerë, është që vetiu të bëjnë hulumtimet e nevojshme dhe mbas atyre hulumtimeve të vendosin ku të investojnë. Mos bëjmë prej mashtrimeve, se kanë ndodhur që kanë qenë edhe prej mashtrimeve kanë qenë. Nëse hap coin market cap në 2017 kur e përgatitja materialin për magjistraturë, ishin të regjistruar rreth 1050 coinsa 1100 coinsa parafërsisht. Tash në 2025 janë të regjistruara parafërsisht 9746 coinsa, që besoj fuqishëm se shumica për këtyre një ditë edhe do të zhduken ose do mbesin fosile etj. Por unë mendoj se njerëzit duhet jashtëzakonisht të kenë kujdes ku investojnë, sa investojnë, për arsye mos të jenë pre e mashtrimeve, manipulimeve etj. Okej. Një pyetje unë kam tash në fund. A do zhduken parat ajo? Duke pas parasysh historinë e botës njerëzore për gjithë ato informacione që kemi të shkruara dhe nga kërmimet arkeologjike që datojnë diku deri në 4000 vite më tepër, paraja ka qenë pjesë e pandashme e botës njerëzore. Kështu që mendoj se ajo do vazhdon të ekzistojë
Tani kemi një fazë stacion të ri të zhvillimit, kemi arrit një stacion të ri të zhvillimit të paras, ku prej para materiale kemi dematerializim të paras, apo pasi që janë digjitale, por mendoj se do kemi edhe stacione tjera të zhvillimit të paras. A do zhduket? Do zhduket vetëm atëherë kur do humb nevoja e njerëzve për këmbim. Nëse humb nevoja e njerëzve për këmbim, shkëmbim mes vetë, Që nuk do ndodh kjo. atëherë do zhduket edhe para. Që nuk do ndodh kjo. Kështu që besoj se do jetë dhe gjatë kohë pjesë e jetës sonë. Po. Të përditshme. Po, Arben ishte kënaqësi të të kemë në emision. Me të vërtet kemi bërë një epizod podcasti shumë ndryshe për tjerave. Kemi prekur jashtëzakonisht shumë tema të mira. Kemi prek dikun që mendoj se do duhet ende emisione tjera të t'i bëjmë. Shpresojmë edhe në sezone tjera, të jemi bashkë. Faleminderit që ishe pjesë e We Economy. Faleminderit për ftesën. Okej, të nderuar shiques dhe ndëgjues të podcastit We Economy, këtu e përmbyllim një epizod të cilën unë mendoj se do nxjerr një leksion jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për ju. Në We Economy ne do t'i flasim këto tema, pa marrë parasysh se sa tradicional mund të jemi ose sa ne mund ta kuptojmë ekonomi më tradicionale, po ne faktet ose gjërat reale që ndodhin në botë kemi patjetër në këtë emision t'i flasim me ekspert, në këtë rast me profesor Arbenin, po edhe në raste tjera do të flasim edhe për investimet dhe finansimet, edhe të biznesit dhe si mënyra e tjera të investimeve dhe finansimeve të atyre. Deri në episodin e ardhshëm, miru ndëgjofshim, faleminderit shumë.